Turimit të uraniumit dhe fabrikat e armëve në Iran gjatë natës në ditën e 6 të sulmeve. Shpërtime janë dëgjuar në Teheran rreth takimit. Në Izrael, alarmet për sulme ajrore janë dëgjuar 2 herë gjatë natës. Irani tha se kishte përdorur një raketë hipersonike, por nuk ka pasur raportime për viktima. Betejë filloi me këto fjalë. Udhëheqësi suprem iranian Ali Khamenei u përgjigj kërcënimeve të presidentit amerikan Donald Trump, i cili kërkoi Teheranit të pranonte dorëzim pa kushte. Nisë maratone numërimin nga e para e 1280 kutive të votimit të qarkut Tiranës, ndërkohë një ditë më parë u hapën 94 kuti të Gramshit dhe Peqinit, por nuk u gjetën shkelje të rënda siç pretendoi Partia Demokratike. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve do t'i vendos ka pak javën tjetër rezultatit për Elbasanin. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka bërë një deklaratë të fortë gjatë një interviste duke thënë se gjërat po ndryshojnë në botë dhe se Beogradi do të fitojë mbi Kosovën. Kur ju kërkuat komentonte mbi incidentet në Kosovë, arrestimet dhe deportimet e serbëve dhe vendimet e Prishtinës zyrtare, Vučić tha se Serbia do ta fitojë në fund. Do të fitojmë edhe në çështjen e Kosovës. Gjërat po ndryshojnë ngadalë në botë dhe nuk do t'ju them se çfarë do thotë kjo, por në fund Serbia do të fitojë, ka thënë presidenti serb. Agentët e zyrës së emigracionit në New York të SBA-ve arrestuan në mënyrë të bujshme kandidatin për kryetar bashkie. Të në pamit shohim në ekran, i është prangosur teksa po shoqëronte në gjykat një emigrant që rrezikonte dëbimin. Arrestimi i kandidatit demokrat vjen pa kohë pas urdhrit të Trump për të shtuar arrestimet e emigrantëve të palishëm. Marrëdhëniet me Greqinë ndodhen në një moment të mirë, kështu shpreh gjatë një interviste për Report Televizion ministri i Punëve të Jashtme dhe Europës Igli Hasani, i cili tha se gjatë vizitës së tij në Athinë 2 javë më parë, nuk është diskutuar për çështje konkrete, por të dyja vendet duhet të zgjidhin çështjet si partner dhe pa kushte. Gjatë intervistës, ministri foli edhe për tensionet në lindjen e mesme. Ndalja e rrezikut që vjen nga regjimi i Iranit duhet të jetë prioritar, theksoi Hasani. Pesëmujori i parë i vitit është mbyllur me 3 miliardë euro të ardhura nga tatimet dhe taksat dhe nga arka e shtetit janë shpenzuar 2,6 miliardë euro. Sipas raportit të Ministrisë së Financave, investimet nuk janë realizuar me 128 milionë euro, kjo edhe për shkak të fushatës elektorale. Zbulimet rëndësishme arkeologjike po dalin në dritë në zonën e Divjakës. Arkeologët thonë se kanë nxjerrë nga rrënojat një kishë të vjetër, varre dhe monedha që mendohet se i përkasin periudhës ilire.